Kryeministri Edi Rama ka nisur një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut duke rikthyer në këtë vend pas 24 vitesh. Hera e parë që ai kishte vizituar Seulin ishte në vitin 2002, kur mbante detyrën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Gjatë kësaj vizite 4 ditore, kreu i qeverisë shqiptare pritet të zhvillojë një sër takimesh zyrtare me autoritetet e larta koreane, si dhe me përfaqësues të kompanive të mëdha ndërkombëtare. Në qendër të diskutimeve do të jetë forcimi i bashkëpunimit dypalësh dhe zgjerimi i partneritetit ekonomik mes Shqipërisë dhe Koresë së Jugut. Një fokus i veçantë i agjendës së Ramës janë fushat e teknologjisë, inovacionit dhe transferimit digital me synimin e rritjen e investimeve koreane në Shqipëri dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta. Edi Rama do të marrë pjesë gjithashtu në një darkë mirëseardhje të organizuar nga Qendra për Leadershipin Asiatik dhe klubi Harvard i Koresë, institucion që promovojnë leadershipin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në Azi. Gjatë aktivitetit, i cili do të mbledhë përfaqësues të politikës, qeverisë dhe biznesit korean, kryeministri shqiptar do të ketë edhe një takim me homologun e tij nga Korea e Jugut, Kim Min Seok, dhe me CEO-n Samsung, Lee Ja-yong. Në ceremoninë hapse në konferencën e leadershipit aziatik, Rama do të mbajë një fjalë përshëndetse, ndërsa më pas do të marrë pjesë në një panel diskutimi me temë Bisedë me udhëheqës, një epokë transformimit të madh, strategjisë e një kombi të vogël. Në këtë panel ai pritet të trajtojë sfida globale nga këndvështrimi i Ballkanit Perëndimor, strategjitë e vendeve të vogla dhe një botë me ndryshime gjeopolitike, si dhe rolin e inteligjencës artificiale dhe inovacionin digital në qeverisje. Kryeministri shoqërohet në këtë vizitë nga bashkëshortja dhe delegacioni zyrtar, ndërsa pas qëndrimit në Seul me 21 maj, ai pritet të udhtojë drejt Tokios me ftesë zyrtare të homologës japoneze.